Erërat e forta që përfshin qarkun e Gjirokastrës gjatë natës kanë shkaktuar probleme në furnizimin me energji elektrike dhe dëmtime të pjesshme në disa zona të qarkut. Si pasojë e motit të keq, pa energji elektrike kanë mbetur njësia administrative Lazarat në bashkinë Gjirokastër, njësia administrative Kurvelesh në bashkinë Tepelensi dhe njësia administrative Luftin në bashkinë Memaliaj. Sipas informacionit nga strukturat e emergjencave civile, ekipet e operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike ndodhen në teren dhe po punojnë për evidentimin e defekteve dhe rikthimin sa më shpejt të furnizimit me energji elektrike në këto zona të qarkut. Ndërkohë, era e fortë ka rrëzuar pemë dhe deg në disa qendra urbane. Shërbimet e 7 bashkive të qarkut Gjirokastër kanë dalë menjëherë në teren, ku po kryejnë pastrimin e rrugëve dhe hapësirave publike me synim eliminimin e çdo rreziku për qytetarët dhe rikthimin e normalitetit. Nga të dhënat paraprake nuk raportohen dëme në njerëz apo incidente me pasoja të rënda materiale. Autoritetet vendore vijojnë monitorimin e situatës në bashkëpunim me strukturat e emergjencave civile dhe institucionet përgjegjëse. Ndërkohë, akset rrugore kombëtare në të gjithë qarkun janë të kalueshme. Po ashtu, furnizimi me ujë të pishëm nuk është ndërprer dhe vijon pa probleme. Pavarësisht përmirësimit të situatës, autoritetet ju bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes pranë pemëve, objekteve të dëmtuara apo zonave ku vijojnë ndërhyrjet e ekipeve të punës deri në normalizimin e plotë të situatës. Qyteti i Sarandës u përfshi nga stuhi e fortë ere dhe shiu mbrëmjen e djeshme, e cila megjithse zgjati vetëm pak minuta, shkaktoi dëme të shumta materiale dhe la pas një situatë problematike në disa zona të qytetit. Erërat e fuqishme rrëzuan pemë, tenda dhe objekte të ndryshme, duke dëmtuar 10 automjete të parkuara si dhe biznese e banesa. Dëmet më të dukshme u regjistruan në Lulishten, Miqësia, pamja e së cilës ka ndryshuar ndjeshëm si pasojë e pemëve të rrëzuara dhe degëve të thyera. Në disa akse dhe lagje të qytetit, qarkullimi u vështirësua për shkak të pemëve dhe degëve të rëna në rrugë. Probleme me furnizimin me energji elektrike vazhdojnë të raportohen në disa zona të Sarandës. Një nga situatat më problematike u regjistrua pranë portit të Limonit, ku u rrëzua një shtyllë elektrike. Sipas banorëve të zonës, ekziston rreziku i kontaktit me rrymën elektrike, ndërsa pritet ndërhyrja e strukturave përgjegjëse për sigurimin e vendit. Bilanci paraprak flet për 10 automjete të dëmtuara, dëme të konsiderueshme në biznese dhe banesa, si dhe 3 persona të lënduar, të cilët kanë marrë ndihmë mjekësore në spital. Gjatë gjithë natës, forcat e emergjencave civile, Bashkia Zjarfiksit dhe grupet e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike punuan për largimin e pemëve dhe objekteve të rrëzuara, normalizimin e qarkullimit dhe rikthimin e furnizimit me energji elektrike. Puna po vijon edhe sot për evidentimin dhe riparimin e plotë të dëmeve të shkaktuara nga stuhia.